Ndryshimet e papritura në financat tuaja mund t'ju trondisin këtë muaj, por yjet ka një mesazh të qartë. Disa mundësi që keni pritur prej kohësh janë gati të realizohen, ndërsa disa zgjedhje të gabuara mund t'ju kushtojnë më shumë se sa mendoni. Dëshironi të dini se si të menaxhoni paratë tuaja për të maksimizuar fitimet dhe për të shmangur humbjet e panevojshme. Horoskopi i parave i shenjës suaj ju tregon rrugën. Horoskopi i parave. Parashikimi i financave për shenjat e horoskopit. Dashi. Ky muaj është i mbushur me mundësi të reja financiare, veçanërisht në projekte që kërkojnë guxim dhe iniciativë. Është koha të rishikoni investimet tuaja dhe të analizoni burimet e ardhshme të ardhurave. Mos e lini pas dore nevojën për të krijuar një buxhet të qartë. Kjo do t'ju ndihmojë të shmangni vendime impulsive që mund t'ju kushtojnë. Yjet sugjerojnë që të kërkoni këshilla nga ekspert financiar dhe të mbani një plan të qartë për kursime. Mund të ketë mundësi përfitime shtesë përmes projekteve të reja, por sigurohuni që të matni rreziqet para se të investoni. Demi. Për Demin, stabiliteti financiar është në fokus. Ky është një moment i mirë për të rregulluar çështjet e pasgjidhura dhe për të investuar në projekte të sigurta. Ju mund të merrni lajme të mira lidhur me financat e familjes ose trashëgimi të papritura. Megjithatë, shmangni shpenzimet impulsive që mund të dëmtojnë buxhetin afatgjat. Bashkëpunimi me partnerët biznesor do të sjellë fryte, sidomos nëse jeni të durueshëm dhe strategjik në qasjen tuaj. Binjak. Binjakët do të ndihen më të motivuar për të eksploruar burime të reja të ardhurash. Ky është muaji i ideve kreative që mund të shndërrohen në fitime reale. Kujdesuni të mos shpërqendroheni nga shumë mundësi në të njëjtën kohë. Fokusohuni tek ato që kanë potencialin më të madh për sukses afatgjat. Bisedat me mentorët ose miqtë e besueshëm mund të hapin dyer për projekte të reja. Mos harroni të bëni një analizë të detajuar të çdo investimi para se të angazhoheni. Gaforja. Për gaforen, ky është një muaj që kërkon kujdes me financat personale. Yjet paralajmërojnë rreziqe të vogla në transaksionet financiare. Prandaj shmangni vendimet e nxituara. Megjithatë, është një periudhë e mirë për të rishikuar shpenzimet dhe për të krijuar një plan kursimi që do t'ju ndihmojë në të ardhmen. Financat familjare mund të kenë nevojë për vëmendje të veçantë, sidomos nëse keni bashkëshort ose fëmijë që varen nga ju. Planifikimi dhe disiplinimi financiar janë çelësi i suksesit tuaj këtë muaj. Luani. Ky muaj është i favorshëm për fitime të papritura ose bonuse në punë. Yjet ju inkurajojnë të eksploroni mundësi të reja biznesi ose të bëni investime të vogla që kanë potencial të rritjes së ardhshme. Kujdesuni të mos tregoheni të nxituar. Çdo vendim i madh financiar kërkon një analizë të hollësishme. Shpenzimet për projekte personale mund të jenë të larta, por investimi në zhvillimin personal ose edukimin tuaj financiar do të sjellë përfitime afatgjata. Virgjëresha. Virgjëresha duhet të përqendrohet në menaxhimin e kursimeve dhe planifikimin e borxheve. Ky është muaji i rregullimit të financave dhe krijimit të një baze të fortë për të ardhmen. Projekte të vogla investimi mund të jenë të favorshme, por shmangni rreziqet e panevojshme. Bashkëpunimi me partnerët financiar dhe këshillat profesionale do t'ju ndihmojnë të merrni vendime të zgjuara. Fokusi tek stabiliteti dhe disiplinimi financiar është thelbësor për të arritur qëllimet tuaja. Peshorja. Ky është një muaj i favorshëm për fitime nga burime të ndryshme. Yjet sugjerojnë që të shfrytëzoni mundësitë që paraqiten, por të mbani një qasje të matur. Shpenzimet e paparashikuara mund të shfaqen, prandaj planifikoni buxhetin me kujdes. Marrëdhëniet me partnerët ose klientët mund të ndikojnë pozitivisht në financat tuaja, veçanërisht nëse dini të menaxhoni komunikimin dhe negociatat me zgjuarsi. Investimet në projekte të sigurta do të sjellin kënaqësi afatgjat. Akrepi mund të presë një muaj me mundësi të reja për rritje financiare. Është momenti i përshtatshëm për të rishikuar kontratat dhe marrëveshjet ekzistuese, duke përfituar nga çdo mundësi përfitime shtesë. Kujdesuni të mos injoroni detajet. Çdo vendim financiar kërkon analizë të kujdesshme. Marrëdhëniet me kolegët dhe partnerët financiar mund të sjellin fryte, veçanërisht nëse jeni të hapur për bashkëpunim dhe ide të reja. Shigjetari. Shigjetari ka një muaj të mbushur me aktivitet dhe ndryshime në fushën e financave. Mund të ketë mundësi për fitime nga udhëtimet ose projektet jashtë vendit. Yjet sugjerojnë të shmangni shpenzimet impulsive dhe të përqendroheni në kursime strategjike. Bashkëpunimi me miqt ose kolegët mund të hap mundësi për të rritur të ardhurat.
Planifikimi i kujdesshëm dhe vendimet e matur do të jenë çelësi i suksesit financiar këtë muaj. Britsjapi. Ky është një moment i mirë për të vendosur bazat për stabilitet afatgjatë. Investimet në projekte të sigurta ose kursime strategjike do të sjellin rezultate të kënaqshme. Shpenzimet e panevojshme duhet të shmangen, sidomos në fushat ku mund të keni pasiguri. Yjet sugjerojnë që të kërkoni këshilla nga ekspert financiar për të optimizuar burimet tuaja. Përkushtimi dhe disiplinimi financiar janë të domosdoshëm për të arritur objektivat e dëshiruara. Ujori. Ujori mund të përjetojë surpriza financiare, të mira ose të këqija. Ky është muaji për të qenë të kujdesshëm me investimet dhe për të shmangur rreziqet e panevojshme. Marrëdhëniet me partnerët dhe bashkëpunëtorët do të ndikojnë drejt për drejt në të ardhurat. Shfrytëzoni çdo mundësi që ju hapet për projekte kreative ose të pazakonta, por mbani gjithmonë një plan B për situata të paparashikuara. Ky është një muaj që kërkon menaxhim të kujdesshëm të financave. Yjet sugjerojnë të shmangni vendimet e nxituara dhe të përqendroheni tek stabiliteti dhe kursimet. Mund të ketë mundësi përfitime nga aktivitetet kreative ose biznesi personal. Bashkëpunimi dhe këshillat nga njerëz të besueshëm mund të hapin dyer për projekte të reja. Fokusimi tek menaxhimi i kujdesshëm i burimeve është çelësi për të arritur qëllimet financiare këtë periudhë. Britsjapi. Do të sjellin rezultate të kënaqshme. Shpenzimet e panevojshme duhet të shmangen, sidomos në fusha ku mund të keni pasiguri. Yjet sugjerojnë të kërkoni këshilla nga ekspert financiar për të optimizuar burimet tuaja. Përkushtimi dhe disiplinimi financiar janë thelbësor për të arritur objektivat e dëshiruara. Gjithashtu, mund të shfaqen mundësi për të investuar në projekte që ofrojnë siguri dhe rritje afatgjatë. Ndaj keni vëmendje ndaj çdo detaji dhe mos i neglizhoni kontratat apo marrëveshjet. Ujori. Ujori mund të përjetojë surpriza financiare, të mira ose sfiduese. Ky është muaji për të qenë të kujdesshëm me investimet dhe për të shmangur rreziqet e panevojshme. Marrëdhëniet me partnerët dhe bashkëpunëtorët mund të ndikojnë drejt për drejt në të ardhurat. Shfrytëzoni çdo mundësi që ju hapet për projekte kreative ose të pazakonta, por mbani gjithmonë një plan B për situata të paparashikuara. Një qasje strategjike dhe e matur do të ju ndihmojë të stabilizoni financat dhe të maksimizoni përfitimet. Ky është një muaj që kërkon menaxhim të kujdesshëm të financave. Yjet sugjerojnë të shmangni vendimet e nxituara dhe të përqendroheni tek stabiliteti dhe kursimet. Mund të ketë mundësi përfitime nga aktivitetet kreative ose biznesi personal. Bashkëpunimi dhe këshillat nga njerëz të besueshëm mund të hapin dyer për projekte të reja. Fokusimi tek menaxhimi i kujdesshëm i burimeve është çelësi për të arritur qëllimet financiare këtë periudhë. Gjithashtu, shmangni investimet impulsive dhe planifikoni strategjikisht çdo shpenzim të madh për të shmangur stresin financiar.